Qytetarët e Bulqizës po përgatiten për stinën e dimrit e për këtë kanë nisur të sigurojnë rrugët e zjarrit. Ashtu si çdo vit tjetër, edhe këtë vit qytetarët kanë nisur të vendosin rrugët e zjarrit në hapësirat e mes pallateve. Ndërsa nga njëra anë shteti ka nisur një fushat për lirimin e hapësirave publike, në Bulqizë këto hapësira përdoren nga qytetarët për të vendosur rrugët e zjarrit që e përdorin për dimër për ngrohje. Qytetarët e Bulqizës thonë se kjo gjë nuk duhet të ndodhë dhe se bashkia duhet të përcaktojë një vend për mbajtjen e dronëve të zjarrit. Jonus Ceku shprehet se ky është një fenomen që ndodh prej shumë vitesh. Sipas tij, këto hapësira dikur ishin të mbushura me pemë frutore, ndërsa vitet e fundit ato mbushen me dru zjarri. Ceku i kërkon pushtetit vendor të ndërhyjë dhe ta zgjidhë një herë mirë këtë problem. Këtu ka qenë lulishte pemtore si këto, që janë këto i kanë pështu familjarët këto. Kurse këte ka qenë këtë lulishte pemtore. Lulishte në kanë thyrë fush drunsh. Një du të maj përgjithësi për këtë, se zbën, si ta bëjë qytetin fush drunë, se ka vend për drunë, fush drunë ka sa dush. Kështu e nga këthy, drunë kom në unë, por nuk i maj, këtu. Nuk i maj, sakë nuk i maj. Dhe tu më braktis, si dhe mos, Bulqiza, a shumë me braktis nuk me njerës. E ne i bëjë thire këtarës bashkis, zgjohë nga zomi. Shifi, din teren. Se vesh duke dalë të rente dhe bësh punë. Letë levizës, skekut levizësh, po i jep skekut për poshusit, njerë për poshusit, pushen këte, e këthy në fush drunsh. E braktisën menin, ja, që shiko vetë. Se këto një qytet minatorë, që këto ka dalë vullut i mësë për i Bulqizë, marë vullut i mësë ka dalë. Kur në vjen puna, e njëta situatë është edhe sëtë. I njëjti fenomen ndodh edhe në lagjen e vjetër të qytetit të Bulqizës, ku 10 qendra metër kub dru zjarri janë vendosur në hapësira publike, duke u bërë pengesë për qytetarët e sidomos për moshën e tretë që i përdorin këto hapësira për të pushuar.